Parlamenti i ri duhet të ndryshojë kodin zgjedhor. Apeli vjen nga ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, eksperti për çështjet zgjedhore Kristaq Kume. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Kume thot se ky kod ka probleme, ndaj ndryshimet janë të domosdoshme për të bërë të mundur funksionimin e demokracisë përfaqësuese. Ish-kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thekson se ky sistem proporcional nuk prodhon dot mazhoranca qeverisëse dhe favorizon gjithmonë të parin. Ky kod ka patur probleme, ndaj edhe është bërë kërkesa për të bërë ndryshime në të, dhe unë të thoshja se roli veçanërisht i atyre në të rinjve që u futën, që do t'jenë nesër në Kuvendin e Shqipërisë përfaqësues të partive të reja politike, përveç të tjerave, shumë e rëndësishme do t'jetë që ata të trajtojnë dhe të kërkojnë pikërisht këtë gjë, ndryshimin që duhet bërë në kodin zgjedhor për të patur një legjislacion zgjedhor i cili të bëj më mirë të mundshme se sa ky që kemi funksionimin e demokracisë përfaqësuese. Është e nevojshme që të trajtohet patjetër dhe të gjendet zgjidhje dhe të mos të kemi atë që ndodh këtu tek ne, e cila nuk është normale, nuk është natyrale, nëse i referohemi sistemit që ne përdorim. Edhe njerë po e them, sistemi proporcional është i tillë që nuk prodhon dot në thelbin e vet, nuk prodhon dot mazhoranca qeverisëse. Ndaj edhe formula që është e fiksuar në kodin zgjedhor, formula tonë për ndarjen e mandateve është e tillë që favorizon të parin. Pikërisht për të bërë sa më pak të mundshme efektin negativ të mos qëndrueshmërisë së mazhorancës që del nga një proces zgjedhor që zhvillohet sipas sistemit proporcional. Këtu tek ne nuk do të kjo sepse në sistemin e kemi zbatuar në mënyrën të tillë që të favorizojmë shumë më tepër të parin dhe të dytën në procesin zgjedhor. Kristaq Kume shikon çelësin tek ndryshimi i artës elektorale. Kume thekson se nuk duhet të jenë më 12 njësi zgjedhore, por 4 janë të mjaftueshme. Ish-kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thekson se duhen lista 100% të hapura. Eksperti i çështjeve zgjedhore mendon se këto duhet të jenë 2 ndryshimet e para që duhet të bëjë Parlamenti i ri që konstituohet në shtator. Çelësi për mua është ndryshimi i hartës elektorale, jo më 12 njësi zgjedhore, por më pak se sa kaq, 4 njësi zgjedhore do të mjaftonin dhe lista 100% të hapura por ashtu. Këto duhet të jenë 2 ndryshimet e para që duhet Kuvendi i Shqipërisë të bëjë në kuadër të punëve të tij për mirë rregullim legjislacionit për zgjedhjet.